Bebi Kajtozi thet, kam shku në të në zëmbloca jem dalë. Po, është të vërtet se është gazetar. Po, ka e mela, shrezesh ka e mela, që thet nuk ka qore, në zëmbloca nuk ka qore, pa e qitë ku adityre. Dhe më thonë, ta kanë pas një bashkëpunim shumë, ko elemente shumë që kanë pas një bashkëpunim shumë të fuqishëm. Ata ndjekë një video që e ke sjellë sonde? Po. Regjia nëse e ke goti videon? Shpesh herë nuk mund është me i ron fije kush dreqin me kon është dhe kush kundër kujt është. Ju kujtohet kur ka dalë Nazim Blaca. Unë e kam intervistu disa herë personalisht, kam shku në shpetina me 10 herë dhe sa ka qenë në arrest shtëpijak. Shumë herë. Natyrisht si gazetarës në qatë punë e kam shku edhe në shpit kriminelve dhe të gjithë kujt. A pas ndodhë të rënditje shumë e madhe. Pretendimet kanë qenë që janë njerëz të shikut. Hetimi është zhvillu, janë gjyku ata njerëz, janë dënu, por nuk ka mujt me shku përtej që aty në rasteve është vrasja i Bushkllokoqit, rastja të Salihajt, një vrasje në pas lufte në një fshat të Lipjanit. Dhe ma vonë, gjatë punës, gjatë kështu, është vërtetu që dy pi protagonistëve kryesor të kësaj bande kriminale janë bashkëpunëtorë të Serbisë. Është fjala për Faridin Gashin, i cili ka pas revole me leje, e thot vetaj në dëshmi të tij që janë publike, ka pas revole me leje, ka pas mik ngusht komandantin e stacionit policisë në shtime, dhe nga frika që mos po e vret UÇK-ja merr një kamion Vigjet dhe shkon hyn në UÇK. Dhe bëhet pastaj ma patriot se sa këta tjerë. Dhe është Nazim Blaca, i cili si pjesëtar i UÇK-s ka qenë edhe bashkëpunëtor i Serbisë. Dhe çuditërisht këta dy njerëz, bashkëpunëtorët e Serbisë, janë miq më të afërt e Azem Sylës dhe bashkëpunëtorët ti në shitblerje të pronave. Thonë këtu ka një çmenduri shoqënore të cilën është vështirë me i zbërthyë dhe me nxjerr kush me kon është apo kush kundër kujt është. Pse se janë elementet financiare janë tepër të fuqishme sa për mendimin tem janë edhe mbi ato politike. Kur ka ndodhur, janë prek njerëz, janë lëndu, janë vra njerëz të politikës. Motivi i parë që është dhënë, ende pa u zbulu, kanë thonë është vrasje me motive politike. Po nuk është zbulu ende. Po kur i sheh pastaj këto bonda, edhe ja u sheh financat, që pastaj thu, okej, hajde vërtet ta analizojmë pak se ndoshta është një motiv tjetër që është motivi financiar, që është motivi i luftës për kontroll. Po këta dy njerëz, bashkëpunëtorët e Serbisë janë miq më të afërt e Azem Sylës dhe bashkëpunëtorët ti në shitblerje të pronave. Me kon nuk votoj shfuqizimin e saj, sepse kam dëshirë shumë të madhe me pashëm Thoçenburg, i cili e ka pranu gjykatën. Nuk mundet kjo gjykatë në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë kuptim nëse nuk akuzohet zoti Thaçi. Pra unë pres që zoti Thaçi me u akuzu dhe pres që ka muj marë saj veç me ultu për Hag. Pra Thaçi, unë mendoj, pa marrë parasysh për çka duhet përballet me drejtësinë atje. Pra pse ekziston tribunali special sot, është merit krykput e zotit Thaçi. Mëse Shaban, i paske ndërlidh ko gjë mirë këto intervista, pse me lejmë Zega, pse Berati? Dëgjë. Dhe të flasë një atë e Bebi Kajtozi atje, po nuk dhe të flasë në këtu të gjitha. Se jam shumë i vogël flasë për të gjitha. Ako fyme më të madhe, se fymja e Bebi Kajtozit e ka marrë një kamion Vigjet, e ka qu në shtri edhe është amistu në UÇK-ja. Dhe me thonë, qa që fynë ranë, me këtë deklarat UÇK-n, so edhe në Beograd me pas mësu ma mirë, Biligrad, nuk i kështë thonë. E dyta, unë për ju garantoj që të publikisht, që aja Vigjet nuk ka shku për Faridin Gashit, as për mes Faridin Gashit. Për mes kujt ka shku? Aja, në gjënë mirë, ku është formu ushtria sërimtore dhe është zhanun në për të litër,
njerëz kanë shprehë dëshirën me ndihmu ushtrisë, E vërtet, po. Edhe një firmë i cila u quajt Iliria, në Ferizaj, bashkë më ka interesu me ditë, kom vetë bashkë luftarët, po. Edhe një firmë i cila ushtëmira e më deklaru vetë, si shpe deklarojnë e sonte, firma Iliria e ka shprej një vullnet ndihmu ushtërisë çlirimtare. E ju si s'ranë kërë këtë ranë. Ja ku zënë ushtërinë çlirimtare të Valentin Goshi. Asë nuk e një para luftës, asë nuk e një gjatë luftës, e një dikun ka viti 2003. Po, me nejtë me Valentin Goshin ma shumë, ku nejtë në bullë, në objektet e bullë. Edhe, ma tepër nuk kam për këtë pjesë. Po tjerë pse i ke fut këto? Ja, po më vjenë mirë, Verbi Kajtozi, Milem Zeka, ai Berat Buzhola, që tash jenë dorë në rrugën e Zotit, në rrugën e duhur, tash me këtë Po fuqin, janë kundër gjykatës speciale. janë kundër gjykatës speciale, pëmbrojnë ata, që ka që ma tepër në s'kam për këtë pjesë. Po çka mendoni për deklaratat e tyre se ti bashkë po bashkë? Ja, unë veç, kështë që kanë thonë dje, e së shqyqër që e ndorën këtë rrugë. Kur gjë ma tepër. Kur gjë S'kam për këta, s'kam ma tepër. Edhe, kështë ka luhet, dhe gjykatës speciale mësë ma më pyetje. Nuk jam unë asë që i një mëj, asë që i dantej. Po dalë edhe hera atje të shiku të Verbi Kajtozi. Po. Ju që jena hetu na veç për shikun, po dhe jemi denu për shikun, po unë po të garantoj, edhe atë erë këmë thonë, Po. edhe sonë të po të thamë, moralisht, penalisht, kur asë në bërë ku ka qëndru shikun e lukon. E leje mo në objektet shikit o për shik. Po këto e në shpifje, rana, te argatëve të blosës. Kryek pëtë argatë e blosës, bashkë me blosën i kanë. Unë edhe herë për tamë, kur çdo që ka full me blosën, le të ketë kujdes se nesër kanë mi dalë. Mos më shifën për papir dhe. Edhe herë për tamë, çdo sekund, çdo minut, kush ka nej me blosën është incizu. I lomna, a o incizu ky, a ka nej ky, as ka nej ky. Ata njerëz të cilët ka nej me nazem blosën, nazem blosa i ka incizu. Se e ka posë me mision. E ndëgjuve të panduri 500 morga, 500 euro për një ekspresin. Jo, zëtë një nuk është ashtu. A i mirë, i kanë zela të. Në Zemblosa, e ka posë rrugën 500 euro. Në Beograd, pi Udbës, si Udbash. Jo, pëzbëllej në kështë ekspresin. Ato ka po, ajo ku punëturi i Udbës. Nuk ka morë paro për me